Përshëndetje të nderuar poet dhe poete, mysafir të nderuar, kryetar i klubit letror Pena e Art, zotri Zymer Haliti, drejtor i kulturës, rinisë dhe sportit, zotri Valmir Sahiti, kryesues i kuvendit komunal, zotri Bekem Azizi dhe të gjithë ju që jeni të pranishëm. Mirë se erdhët në orën e 2 letrore pranvera poetike në Viti, kushtuar dëshmorit të kombit, Hoxh Jonus Zejnullaut, në mbështetjen e DRKS-s dhe të gjithë akterët e tjerë. Ndërsa tani, pa humbur kohë, ftojmë kryetarin e klubit letror Pena e Art në Viti, zotri Zymer Halitin, për një fjalë rasti. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit, përshëndetje poetë dhe poet, përshëndetje i nderuari kryesuesi i Kuvendit Komunal të Vitinjës, zotri Bekem Azizi, përshëndetje për drejtorin për rini, kulturë dhe sport, zotri Valmir Sahiti, përshëndetje për të gjithë poetët, e veçanërisht përshëndetje për kryetarin e ABC-së Shkupit, zotri Vullnet Sadiku, i cili me stafin e tij na ka nderuar, kanë qenë të ftuar edhe kryetarët e klubit letror të Kamenicës dhe të Fejzoit, po për shkaqe të ndryshme nuk kanë ardhur. Jemi këtu sot në këtë orë letrore, pranvera poetike në Viti, dedikuar Hoxh Jonus Zejnullaut, dëshmor i kombit, i cili ra dëshmor 26 vite më parë. Ne, si klub letror, Pena e Art në Viti, e kemi parë të arsyeshme që sa do pak, përmes këtij aktiviteti, të bëjmë një nder këtij dëshmori dhe gjithë dëshmorëve të tjerë, sepse ata bën më shumë për ne, ato dëshmorë e dhanë jetën për lirinë e Kosovës, për vendin tonë. Andaj ne si klub letror, përmes fjalës së shkruar, kemi dashur ta nderojmë, ta përkujtojmë dhe kur mos ta harrojmë dëshmorin Jonus Zejnullaut, i cili pa frikë, me shumë krenari, me shumë trimëri, u hodh në bunkerin e serbëve, duke lënë të vdekur dhjetra kriminalë. Sot këto para jush jam për të shprehur një respekt të madh për të gjithë juve që keni gjetë kohë, edhe konkurruesit, edhe mysafirët, jeni të mirëseardhur dhe ju falenderoj shumë. Keni ardhur në një qytet të vogël, por e bukur, por krenare. Edhe Vitinja, si komuna tjera, si vende tjera, ka dhënë dëshmorë që nuk janë pak, në krahasim me numrin e banorëve. Kështu, mos e mako më shumë, edhe një herë ju përshëndes, ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu pjesëmarrës. Uroj të kaloni sa më mirë. Tani në radhë, ftojmë kryesuesin e kuvendit komunal, zotri Bekem Azizi, për një fjalë rasti. Falënderoj shumë të nderuar të pranishëm, poet, poete, mysafirë të nderuar nga Shqipëria, Maqedonia, nga gjitha anët, nga gjitha viset sot që jeni këtu, të nderuar klubi Pena e Art, sot që janë organizatorë së bashku me drejtorinë për kulturën dhe sport, në ditët e pranverës, në ditët historike të rënies së heroit të kombit, dëshmorit Hoxh Jonus Zejnullaut, të cilët i përkujtohet ky manifestim, sepse jemi në ditë ku në Viti, me 5 maj është dita e dëshmorëve të komunës së Vitijës, në Shqipëri është dita e dëshmorëve të kombit, por me 5 maj është dita e rënjes së dëshmorit Hoxh Jonus Zejnullaut. Me krenari, mojnë institucionet e emrin e dëshmorit, mirë po, vepra e dëshmorëve, lufta e ushtrisë qeverimtare të Kosovës, është liria e vendit tonë, është liria e fjalës së lirë. Sot është dhe dita e fjalës së lirë në botë, ku gazetarët, ku ata që shkruajnë, ku ata shprehen lirë. Gjitha këto, do të thonë, janë bazë kontributit, bazë punës, bazë gjakut dhe dëshmorëve të derdhur në Kosovë. Prandaj, lavdi gjithë dëshmorëve, lavdi gjithë të rënëve, juve që shkruani,
ju qovë domethënë puna për herë me vlerë, sepse vetëm duke shkru për të kaluarën, duke shkru për vlerat historike, duke shkru për luftën, duke shkru për dëshmorët, lami për të ardhmen shkrime, se brezat tonë, të ardhmet tonë duhet të kenë sa më shumë shkrime për të kaluar, për të kujtuar të kaluarën. Se vetëm duke kujtuar të kaluarën ndërtohet e ardhmja. Faleminderit shumë, urime të gjithëve, lavdi dëshmorëve. Tani ftojmë drejtoren e kulturës, rinisë dhe sportit, zotri Valmer Sahite. Nderuar të pranishëm, i nderuar kryesuesi i Kuvendit zotri Bekim Azizi, përfaqësues të klubit letrar Pena Art, të nderuar të pranishëm, familje dëshmorësh, familje Zenullahu, mbi gjitha poetë shkrimtar, dashamirë të artit e të kulturës nga të gjitha trojës shqiptare. Më lejoni që fillimisht të dëshiroj secilit prej jush mirëseardhje në komunën e Vitins, e të shpreh respektin e mirënjohjen e thellë institucionale, personale për kohën tuaj të çmuar, që sot jeni në Vitin, jo vetëm në një aktivitet letrar, por mbi gjitha në një aktivitet që ndëron të kaluarën tonë të lavdishme, historinë e lavdishme të Kosovës, me në krye ushtrinë çlirimtare të Kosovës, si pjesa më lavdishme e vendit, si pjesa themeltare, identitare, falë së cilës Kosova sot është e lirë dhe e pavarur. Sot jemi këtu edhe për të nderuar një figurë të jashtëzakonshme, një figurë markante, heroin e Kosovës, dëshmorin e kombit, Jonus Zenullahu, vepra e të cilit flet më shumë se sa fjalët e secilit prej nesh. Hoxh Jonus Zenullahu, vetëdijshëm e shumë guximshëm, e kishte kuptuar me kohë që liria nuk vije e nuk dhurohet rastësisht, por ajo vije me sakrifice, përpjekje, dhe kishte vendosur që jetën e tij të çmuar ta vendos në këmbim të lirisë së Kosovës. Jo rastësisht ai kishte marrë epitete të ndryshme si Mit Sokoli, sepse vepra e tij heroike vërtet i ngjashtonte Mit Sokolit. Prandaj jemi shumë nderuar që në bashkëpunim edhe me klubin letrar Pena Art është viti i dytë radhazi ku organizohet kjo orë letrare, kushtuar Hoxh Jonus Zenullahu, dhe natyrisht ky aktivitet tashmë do të jetë edhe tradicional. Kombët e popujt që kanë kujtesë kolektive, që kanë kujtesë kombëtare, pas një dyshim do ta kenë të ndritur edhe të ardhmen e tyre. Prandaj, faleminderit e mirënjohje e thellë secilit prej juve që jeni sonte prezent në komunën e Vitins për nda nderuar Hoxh Jonusin e përmes tij për të nderuar gjithë dëshmorët e kombit, edhe nga komuna e Vitins, edhe nga Republika e Kosovës, por mbi të gjitha të kombit shqiptar si një e i pandashëm. Lavdia përjetshme veprës heroike të Hoxh Jonus Zenullahut dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Ju falënderit. Nëse dikush nga mysafirët dëshiron të marrë fjalën në këtë takim, jeni të mirëseardhur. Tani orën letrare do ta hapim me një poezi kushtuar Hoxh Jonus Zenullahut të autorit Mexhit Yvezi, të cilin do ta recitoj Hoxha i nderuar zotri Xheladin Halili. Përshëndetje për të gjithë. Në krye të xhamis. Në krye të xhamis flet një imam, djali i ri e Hoxhi rall. Më ndëgjoni burra këto fjalë, sot po due diçka me ju tham. Në xhami ma nuk muj me dal, as në xhuma ma nuk muj me u fal. Detyrë kemi o pushkën me marr. Mos jam syeni ma xhamis, unë po i veshi teshat e ushtrisë. O unë po shkoj në uqeke, u pavatan jo nuk ka fe. Fjalë nga zemra e plot zjarë, po u flet burrave ky Hoxh imam. Ky Hoxh
Imam zemër luan, amanet në ilan një fjalë. Kush atë dheun nuk e don, jo atë njeri as Zoti se don. Nuk e don atë njeri Allahu, o kështu thoshte për herë Hoxhi Janus Zeinullahu. Në atë pranverë o 98, kur Kosova në flaku ndez, UÇK-s një pushk ju shtue, Hoxhi Janusi duel me luftue. Me flamur e pushk në dorë, halal jetën për ty Kosovë. Në muajin maj o 99, tanë Kosovës flak tu e i dal, Hoxhi Janusi bretrim i rall i pakapshëm e guzimtar, në vit luftës gjithmonë i parë, shkrep e plumba në shkije, pandal, thue se miq Sokoli për s'dyt ju në gjallë. Trimi Janusi shkonte si era, hidhe trimi në do bunkera, qerdhet shkjaut po ja shkatron, por një plumb keqas e kishte marrë. Turin djalit ja kanë dalë. Në dorë të shkjaut gjallë mos mera, prej rrethimit ai vet o dalë. Në rast të zogut trimi është ndalë. Në rast të zogut dashti me pushue, por një atë vend jetë ka ndrue. Në ag të liris, a i ra dëshmor, mbar vitia e kujton. Fshati lindjes nder i ban, Hoxhi Janusin dhe 5 të tjerë që i ka dhanë fshati skyfter. Thonë kësi trima don liria, si Janusi e Shabia, si Kenani e Baftia, si Mehmeti e Selamia. Hoxhi Janusi ka lanë një fjalë, për dëshmorët vet ka pas thanë, jo, dëshmorit thoshte nuk vdes, asht i gjallë e jeton mes nesh. Pra, sa të është jeta me jetue, jo Kosova s'ka me harrue, në zemrat tona do t'jeni të gjallë, nuk ju harron as një shqiptar. Faleminderit shumë. Në vijim, ftojmë zonjën Shqipe Lubishtani për leximin e biografisë së dëshmorit. Përshëndetje për gjithë, me të vërtet është privilegj për mu ta lexoj një historik për Hoxh Janus Zeinullahu. Hoxh Janus Zeinullahu ka lindur me 12 maj të vitit 1975 në fshatin e Gjylekar, që sot quhet Skifteraj në rrethin e Vitis. Mësimet fillestare i kriju në vendlidje në shkollën fillore e Menduraku, kurse mësimet e mesme medresare Alo Aden e kriju në Prishtinë, ku diplomoi në vitin 1995. Studimet e larta i ka vazhduar në Fakultetin e Drejtësisë, Sheratin në Damas të Sirisë. Qysh kur ishte nxënës në medrese, Janus Zeinullahu shërbeu si imam gjatë muajit të bekuar Ramazan në Futhaj të Malit të Zi, kurse pas diplomimit ka shërbyer në përgjami të ndryshme si në xhamin e fshatit Drobesh, Gadesh, Kravaric dhe në fund në vendlindjen e tij në Skifteraj. Gjatë gjithë kohës që shërbente në për këto xhami, Hoxha i ri Janus Zeinullahu në vazhdimsi pati telashe me policinë, të cilët e ndalonin, e merrin në pyetje, e kërcënonin, e pengonin, e arrestonin, por ai nuk friksohej, nuk nënshtrohej. Policia serbe arrestoi 6 herë, 2 herë që arrestuar nga policia serbe në Viti, kurse 4 herë në Gjilan. Hoxh Janus Zeinullahu ka marrë pjesë në për demonstratat e ndryshme që zhvilloheshin në për qytetit e Kosovës, kurse në për raste të ndryshme gjatë tubimeve me gjemat në për oda e xhami u fliste në vazhdimsi për situatën e vështirë ekonomike, politike, arsimore, kulturore, fetare, shoqërore që po përjetonte Kosova në regjimin serb të Miloševićit. Dhe u jepte shpresë se liria është afër, por duke këshilluar të përgatiten për luftë për qëndresë. Me daljen në sipërfaqe të UÇK-s,
Hoxh Januzi organizonte mbledhje e ndihmave të ndryshme për luftëtarët e UÇK-s dhe kur filluan bombardimet e NATO-s, ai hyri në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës si ushtar në brigadën 138 Agim Ramadani. Me 5 maj të vitit 1999, tek vendi i quajtur Rasa e Zogut në Koshare, zonë e rrezikshme kufitare në rrethin e Gjakovës, Hoxha Januz Zinullahu u përshëndet me shokët ushtarak, luftarak dhe me bomba në duar sulmoi bunkerin serb, duke hedhur në ajër shumë ushtarë serb. Me këtë veprem, me aq guzim, si kur deshi të dëshmonte se vdekja nuk është fundi i jetës, por është një fillim i ri në liri. Në këtë aksion u plagos rand, shokët, luftëtar e ndihmuan sa patën mundësi, e dërguan në malësi, por nga plagët e marra ndroi jetë në qytetin Bajram Curri, ku dhe u vorras. Për më vonë, pas luftës, rivarroset me ceremoni zyrtare në varrezat e dëshmorëve afër vendlindjes së tij në Viti. Për guximin trimërinë e tij, komandant Rustem Berisha deklaroi: lindi me cikoli i shekullit 21. Për shembullin e tij, se qysh luftohet për liri, mërgimtarët e fshatit Skyfteraj kanë ngritur përmendore për Hoxhën dhe dëshmorët të tjerë. Për të nderuar pjesërisht emrin e Hoxhës, sot shkolla e mesme teknike në Viti, si dhe një rrugë e Vitis pranë Këshillit të Bashkësisë Islame e mban emrin Hoxh Januzi. Hoxh Januz Zinullahu pas rënës heroike janë dhënë shumë çmime mirënjohje, dekorata dhe është shpallur heroi i kombit. Për këtë dëshmor të kombit, Hoxh Januzin këndohen këngë, janë thurur dhe poezi që dëshmojnë që besnikëria për besnikërinë dhe personalitetin e tij. Faleminderit. Tani në radhë, hapim orën letrare me poetët që kanë konkuruar në konkursin ton letrar anonim, të shpallur më 15 prill të vitit 2025 nga klubi jon letrar dhe DRKS-ja, ku në mesin e 63 poezive janë përgjedhur 30 poezi, të cilat do të garojnë për 4 çmime. Paraprakisht, njoftojmë se autorët e poezive që nuk do të janë të pranishëm në leximin e poezive të tyre, nuk do të zgjidhen nga juria për çmimet e parapara. Me qenë se garimi është realizuar me anë të shifrave, atëherë unë sipas radhës do të juftoj në bazë të titujve të poezive tuaja. Në vijim kemi poezin me titullin Kolovajza, poezia Fati dhe poezia Simfoni Kujtimesh. Ju përshëndes të gjithë, duke ju dëshiruar një ditë të mbarë. Kolovajza. Në Kolovajz bim e qohemi. Qajmë dhe qeshim. E ruajmë forcën më të heshtur, qetësin. Zinxhiri rëshqet. Në maramendje e të i kalojmë jetën me dhenjet e rënjet e ngritjeve tona. I shkundim rovat e kohës, e lajmë pluhurin e jetës në Kolovajz. Fluturojmë me paqen, jetojmë me durimin, me hijen e urtësisë. Në vijim e kemi poezin Keras e Zogut, poezin Kujtimi i Errët dhe poezin Amaneti i Lirisë. Përshëndetje për gjithë të pranishmit, një përshëndetje veçantë për kryesinë e klubit letrar, përshëndetje për gjithë kombin shqiptar. Simfoni Kujtimesh. Në cep të kujtimeve e strukur si hëndër, hija jote mbi mua bie but si pranverë, një kapele zezë, një vështrim që më flet, një botë të tërë fjetur në shtratin e vetë. Në kopshtin e shpirtit tënd plot mirësi, trokita hareshëm kur ishim të ri, porta që hapur s'munda dot të hy, në heshtin e shikimit rinim tok të dy.
aty ku dielli puth çadrat e mbledhura, e hijet luajnë mes gishtave të kohës, t'i rrinë si statuj shpresë e së bukurës një refren i vjetër në ritmin e kohës. Sa vite kaluan, supam unë e ti, si ëndër në mbeti, po zqeshje plot dashni, kujtimet lozin si një simfoni, refreni pambaruar ngelur në vetmi. Me lë një kujtim në kopshten e shpirtit, një aromë nostalgjie mes fletëve gri, nëse ndonjëherë era me sjell hijen tënde, do ta puth lehtë si dikur në ëndër. Me fladin e lehtë të një dite të nxehtë, një hije hynore me mbuloj si re, ajo por dashnia u hap përsëri, më thirri atë si dikur në rini. Hyra ngrohtësisht në oazën e unit tuaj, aromë nostalgjie e kohës së shkuar, si statuj ngulitur, pritur e shpresuar, për të puth aq madhshëm hijen e buzëve tua. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë. Poezia ime quhet Kerras e Zogut. Hoxh Yunus Zainullahut. Nuk na vyen besim as fe, pa liri dhe pa dhe, citim. Dimrat shtyeshin atyre fund pranverave, ishin të mësuar në tokë tuaj të dimrojnë, borstinet të vendosura sikur tjera herave me acarët e vjetër edhe me tejt kërcnojnë. Lulet për kundër dimrave filluan të qelin, kundërmon aromë e munguar, aromë lirie. Tankse dhe topa nga grykat vjellin helmin të njëjtit me dekada drejt vraft fije. Si me het edhe tani, mitë sokolla linden, që këtyre borstinve sua kishin ndrojen. Në trystin e trimave dhe malit u benden ta nusrojnë Kosovën që t'i ngjesin bojen. Ti hoxh, i ndjeve rënkimet e kësaj toke, dhe gjemat që proskave i halin thellë, kalova në për amanetet e asaj në loke, kur tha, djali jem, lirin veç gjaku e sjell. Në rënkimet të dheut nuk i mbyllë vesht, ofshamave të dhimbjes letu përballove, me trimrin tuaj umborën dhe bjeqet e me shpirtin tënd parajsën e hjeshove. Mua ty Kerras e Zogut atje në Koshar, një mit sokal u rilind, një feniks nga zjarri, u hodh në erë në kufirin shqiptar që ai kur kufiri për jetë mbet gurvarri. E mbi gur, sot me germa të arta shkruhet, prehun tokën tënde o Yunus o trim, portret e atëtarit gjithmonë do të ruhet, lirin në asole, po shoj qetë në mshim. Faleminderit. Në VM e kemi poezin Kujtim i errët. Përshëndetje për gjithë, unë jam Adifete Shiti dhe poezia ime është kjo, Amaneti i lirisë. Se qysh e than e më vra, dy pika lot në faqe mra, për atë për liri, gjithmonë do t'jem aty, her me pushk, her me shpat, trim bujar e faqe bardh. Se kjo tokë e ka një emër, bie të saj nuk dalën kur. Malev të brigjev të vatanit, plum të shkaut lullat ballet mi adhan. Amanet po jalo o shok të mi, ecni rrugës për liri. Mos harroni gjakun ton, që për toku der pa droj. Në çdo varr ku flen një djalë, ka një fjalë që nuk shuhet ideali. Kufrin era në për ara, dëgjon zërin këtu jam hala. Në çdo gjumë të tokës son, ka betim, ka shpirt luftari. Non mos qaj kur të më thrasin, në për ere, në për këngë. Zemra jote në ndhimbjes, ka rritur djem që së din me unë për kull. Amanet po jalo shok të mi, ecni rrugës për liri. Tani në rodh e kemi poezin me titullin Pranverë e përgjakur. Poezia në gjitë të Adheut. Përshëndetje për të gjithë, unë vi nga qyteti i Tetovës dhe kam nderin të jem para jush, ju përshëndes gjithëve, e sidomos klubin letrar me zotëri Zhymerin, i cili është një mik i një, i cili ka qenë gjithmonë i pranishëm në promovimet e veprave të mia. Për gjithë poetët, ju dëshoj sukses dhe një ditë të mbarë.
Jam me poezin në gjitha dheut. Në portat e shpirtit, në udhët e mallit, e mbarta dheun si një këngë të lashtë, si një votër të djegur e të ngrohtë, si një fjalë të pathën që gjaku t'i flet. A dheu, guri gjallë, në këmbët e stërgjyshëve, ku syri i nënës falit dritën e fundit. Ku shiu qanë në mbivaret dhe djelin gjallit, ku dheu flet me zërin koskëve të praruara. O nën, e përjeshme, o prak i djegur, sa herë më shkun të malin tënd në përnetet e huaja, e gjdo hap më zjen plagën e eshtreve të mi. Gjdo frim më pikon si loti mbi gurin në shtëpis. Në gjuhën tënde, këndojnë pyjet bubullin malet. Rufe bëhen lisët, e ti, a dhe je kënga dhe vetëtima, je drit në zemrin që s'ka prendim. O Shqipëri, lule e rënjosër në shkëmbë. O flitorim shqipës së mbi malet e blerta, sytë mi të ndjekin si dalëndyshit pranverën. Krah për krah me shpërgisën që nuk tretet. Në gjerin tënd, gjithmon t'jepi të pret. Ku edhe vdekja është e shenjt, e ëmbël, e toka jonë, shtrat i përjeshëm i dashurisë. Ku edhe dhembja ka aromën e lirisë. T'je liria ime, t'je drita ime, t'je kënga që së ndalë do t'asnata. Shkund pluhrin, ngre balin, si mbretresh në zemrët tona, gjithmonë më i Shqipni. Faleminderit. Poezia ëndër thekur nga Harrisa. Poezia Atlonda ime. Poezia në altarin e lirisë. Poezia emri yt nuk shuhet. Poezia emri i shpirtit. Poezia bia ime. Unë jam Gazmen Beqaj, një mësimdhënës nga Prizreni, dhe ne mësimdhënësit të shquhemi me atë që kemi pagat e vogla. E me gjithat pagës e vogël, unë krenohëm që kam arritur të finansoj shkollimin e vajzës sime, e cila këto ditë bëhet mjeke, dhe të cilës ja kam kushtuar këtë poezi. Me idenë që kur në jetë gjërat i bëjmë me shpirtë, me përkushtim, edhe me gjërat të vogla, edhe me pagën e vogël, mund të arrijmë qëllime të mëdha. Ky ishte mesazhi që jam munduar t'ia përcjellë përmes poezisë vajzës sime. Mos e kthe kur më kokën pas bia im. Ruaju nga errësirat, stuhit dhe kafshimet e zjarrit. Guacës së fshehur e hirit në prit. Mos lejo të përgjumin hijet e dyshimeve, se ëndra e do guximin, e jo gjumin, ëndra bia ime. Edhe kur t'i kesh provuar të gjitha, mos e humb drejt peshimin, mos u likshto me tresa, mos i braktis gjurmët, provo përsëri. Ndiqi thirrjet e zemrës me urtije, me ëndje, në kërkim të fatit tënd, në kërkim të ëndrës tënde. Mos u kthe kur më bia ime. Me flutrat e shpirtit të trazuar, nisu për te grilave të lakmis, syt e shpirtit duke mësuar me karmën e thjeshtësisë. Nisu me ëndrën në sqetull e me shumë shpresë, se dashuria në ty kur s'do të vdes. Andes. Në vijem e kemi poezin Dy imanët për një këmbë. Shëndetje në gjithë. Arbër Berisha.
Dy imamet për një këmbë. Në përpluhur shekujsh, në përter e dhimbje. Dy imam gjiten si drita në ikje, njëri në litar e tjetri në zjarë, por të dy në zemër Shqipërinë bajnë gjallë. Imam Abdullahu plisin bikok, me fjalë të drejta e zemër të fortë. Në pabesi në litar u ngrit, por emri ti mbeti kushtrim në për ditë. Hoxh Yunusi, në bunker i mbyllur, me armë në dorë, me besi shkrumbuar, me plumbe me lutje, me zjarre me këngë, a i ngritja o dheun në qastin më të rëndë. Nuk heshtën kur kombi qante, nuk u drodhen kur bota shkallonte, në tokën shqiptare në gjakun e shenjtë, shkruan me jetë betimin e ndershëm. Dy imam, dy stin të lavdis, dy drita të ndezura në altarin e liris, njëri në litar u varë si flamur, e tjetri në pluhur shpërtheu si furtun. O kom shqiptar, përkull ju me mal këtyre dy djemve, që s'flejtën për balë, në emër të tyre ruajtën gjakun dhe fjallën, se ata janë fidanët që ushqyen këtë tokë shqiponjash. Në çdo lule që çel, në çdo frym që lind, është fjala e tyre që jetës i prin. Dy imamët, Abdullahu dhe Yunusi, janë shpirti i kombit, janë udha pa mërgim. Tani në radhë eftojmë poezinë me titullin E dua. Poezia Guri i ndarjes u shqelmua. Përshëndetje, përgëzime për organizimin, vim nga Suareka, quam Rëfki Rëshite. Guri i ndarjes u shqelmua. Nga koha kur isha fëmi e maj mend një histori, memorin ishte një gur që në ndante me Shqipni. Të huajt kur e kalonën të habitur mbetën gjithmonë, përse kë kufi abstrakt kur Shqip flitet në të dy anë. Prej se linda kështu ka qenë a i gurbar dhe i malkuar, me kaluar jo se jo, rrezik ish veç me shikuar. Ndo njëherë, për pak si rallë, babaj plak më thoshtë ndaj fjalë. Te i pashtriku të bira tje, vlëzër motra, të gjithi ke. Por pas lufte, gjdo gjë ndryshoj, u që kë atë gur shqelmoj. E tash lirshëm shkojmë mërin, knaqemi me gjithë Shqipërinë. Dhe vërtet në erdhi dita që gjithë jetën unë e prita, do e pres dhe një mrekulli me u bashku Kosovë Shqipëri. Poezia me titullin Ëndër përvluese. Mirdita të gjithve, unë quhem Abbas Qengaj dhe vi nga vendi ku Bora i thot mirë se erdhe Borës. Pra vi nga komuna e Dragashit, ku ju sjell edhe përshëndetje të sinqerta nga drejtoresha e kulturës, rinisë dhe sportit, zonjës Liridona Misinaj, e cila jufton të gjithë juve me 9 qershor të mërni pjesë në vendindjen e të madhe të Ymer Prizreni në zgatar në sofrën e madhe të Ymer Prizrenit. Para se ta lexoj poezin, një këshill, ndoshta do të ma pranoni, fati jem që e kom pas në telefon, për ndryshe zakonisht poezit
i ma juria, kur janë me shifër dhe e merë lexuesi e lexon dhe e kthen përsëri te juria. Ndoshta vitin tjetër do ta përmirësoni këtë. Faleminderit nga të gjithë ju që do të keni konsiderat të më ndëgjoni për 1 minutë. Ëndër përvluese. Sot u zgjoha me herët se kur në fakt s'kisha fjetur fare. Mbi letër të bardhë me dilte vetëm emri yt. Rishkrova se rish emri yt. A thua, unë jam në ëndër, apo ëndra është në mua. Fytyra jote me del si në pasqyrë, me 2 sytë e tu, 2 liqen të sharrit, 2 sytë e tu të heshtur me dimtar, 2 sytë e tu shikim përvlues, shpirtin madogjen. Kaloj nata pa gjumë, e ti s'ishe me mua, por në mua. S'mund të them lam të mirë, o ëndra ime përvluese. Faleminderit shumë. Ftojmë poezinë me titullin Vetmueshëm. Ftojmë poezinë me titullin Kujtova se më doje. Përshëndetje të gjithëve. Pranvera Qerimi, mësimdhënëse e gjuhës shqipe. Kujtova se më doje. Kujtova se më doje. Nuk e kuptova që mundoheshe të hidheshe në gjejpat e mi. Si vel pranë kotec. Kujtova se doje më shumë. Po isha aty vetëm për ngopje. Kujtova se dje diçka. Gabova. Unë të mendoja të menqër e jo dinake, po nuk e muhaj, edhe dinakria është një lloj zgjuarësie. Megjithatë, unë preferoj atë që vjen nga mendja, jo nga barku. Kujtova se bukuria jote do të ndryshon të rjevën time, nga buverënt. Të tilla takoj kudo, i nuhas, madje as nuk i shikoj. Sepse shikimi i tyre i drejt për drejt më vret edhe mua. Dua vojza që ecin me guxim, po jo deri në atë pikë sa të harrojnë edhe veten, për dëshirat dhe tekat e tyre. Shpirtat e zbrazur mundohen t'i mbushin me epsh, e kështu humbasin edhe respektin për vetveten. Harrojnë ta ushqejnë shpirtin për t'u treguar të tjerëve se si zhvasin ekonominë, duke mbuluar me luks ulurimen e mbrëmshme që çdo ditë e më shumë i gryen. Faleminderit. Ftojmë poezinë me titullin Mjegull në pranverë. Mjegull në pranverë. Në zemër të sheshëve të nxehta, përplasjet e dritës sishin të qarta. Një mjegull e hidhur mbulon të shpirtin, si fluska që ndizën dhe shuen shpejt. E ndërsa duart ngriheshin për liri, zërat e qytetit thurnin dhimbje thirrje, dhe syt shinin larg, te horizonti, një jetë tjetër e ndaluar nga zjarri. Në përrrug, një grusht shpresë, një ëndër e madhe që shuhet në ngjurmë, në zemrat e lirisë, një flakë që ndizet, por mjegulla mbulon dhe ngadal ftohet. Për çdo lëvizje, për çdo hap të ngadalt, në brez që kërkonte të fliste, të gjente dhe një shesh të heshtur brenda mjegullës, kërkimi i lirisë u bë betejë e pashpallur. Sot në ajrin e pastër të kohës, e gjithë kjo dritë ende shpërthen si rreze. E mjegulla e vitit 81, si një dëshmi heshtur, rikthehet për të kujtuar se çfarë mbeti pas. Për ata që ngritën kokën, për ata që nuk e harruan kurrë, për çdo shpirt që vuajti,
Mjegbulla mbetet një kujtim, një shenjë e pashkruar. Faleminderit. Ftojmë rapsodin Tahir Seferi nga Dibra për një pikë muzikore. Po I lutem zogut malit, me më fali kra me peluturue një krate Shqipes, o në krate Shqipes me pushuve. E ku e kam votrën, e ku e kam pragun, e ku e kam gjuhën, o ku e kam gjuhën edhe gjakun. O flas me vete boj qudi, ku gjaj forcën që më nëri, e larkat dhe utën dhe të huj, me më kalbë toka, me më kalbë toka e tjetër kuje. E kus një gjakas dhe asgur, kus qovë Shqipe, kus qovë Shqipe, kërku në flamur. Kur dëgjoj zanin e djalit, o fluturoj si Shqipja e malit, dhe të dhevo gjake uj, tu kam zemrën, s'mund tjetoj në vend të huj. Nëse vinin e këto ana, me pikë zhiu, me pikë zhiu ka rritë nana. E këtu kam e pshte dhe madhëzime, zemra ju jashtë, zemra ime. Sa duroj, por një ditu nale pushoj, e do gjmalli për atë dhe për nanë loke, për nanë loke në qepat le. Amaneto me jaullan, Devoreza shko në Venetan. Tani vazhdojmë me interpretimin e poezive. Në radhë është poezia me titullin Jam gjindosur nga një mall. Poezia ku humbën ëndrat.
Përshëndetje gjithëve, po ashtu ju solla të fala nga Shkupi i bukur, nga vilajeti i shqiptarëve. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Lavdi Hoç Yunus Zeynullahut, hoxha e bunkerave. Ku humbën ëndërat? Ëndërat e kuqe me fjongo u kalbën në ndërasa të ftohta. U harua kush ngjyrosi jetën të shëndris me ndriçimin e diellit. Kujtimet e zbehta të lagura nga shiu nuk qajnë prampullazit të thyer. Vetmin e përqafojnë. Mos t'ju ik mes fluturave të verë. Ku humbën ëndërat e tempullit të shenjtë. Dora e trashëgimtarit nuk shtrëngon fort, as nuk ledhaton. Dora e pështyn dorën e vetë. Derisa ëndërat e kuqe me fjongo kalben në ndërrasa të thata. Dhe pa druajtje pyesin ku mbetën ëndërat, përse ikën pa zë. Ju falenderoj që më dëgjuar. Në radhë poezia me titullin Kroketa stoliset. Përshëndetje. Kroketa stoliset. Me teket e fantazisë do të realizoj një kroket. Krijim i vogël me shpejtësi të madhe se më bren kohën e rresës. Po edhe me mbutet mik. Mos të kaloj muaj i nënt e dëgjoj nga fishkëllimi i nisjes. Për të me e vjen mbështjellur me fjolla nate, kroken e qëndisur kërkon i dofijet e fantazisë. Errësira e ofeve të përpij. Shpejtësinë e vetëtimës kërkon, vetëtima se dëgjon, bubullima e pengon. Kroketa stoliset. Për festën e vijave në fushë të gjerë të ekspozimit. Nuk është gjë e vogël të lindësh një kroket. Jetën ta jetoj. Faleminderit. Në vjem e kemi poezin me titullin Ushtari 12. Poezia kur heshtja flet, thot fjalët më të rënda. Përshëndetje të gjithëve, mërvete dragaj. Heshtja. Kur heshtja flet, thot fjalët më të rënda. Çudi, heshtja. Flet vet me shumë se fjala. Dhe vet me shumë se plumbi. Heshtja është si ngjyra ujit që nuk shihet, por është i nevojshëm. Heshtja nuk është gjë tjetër, përveç se një dhimbjeje. Kur heshtja flet, thot fjalën më të rënda. Faleminderit. Në vjem është poezia me titullin Ka fes qielli. Përshëndetje për të gjithë. Sadri Gagica. Ka fes qielli.
Duket se ka fes qieli, një gotë është plot për shpirtin e vargut, ditari është mbushur me shkronjat e jetës në folen e dashurisë tonë. Ti më fale notat e pentagramit, simfoni e rënd, vazhdon të mirat të amthat, duke kërkuar derën e mshehur në katin e panjohur të ëndrës. Fëmiria më kap për dore, e zgjon një erë më prish kur delin nga floku, të gjitha pasqyrat e poezis i thyen mlefi, e shpesh qërtoj shkronjën time që shpërthen me vrull. Po, ti e oqeani i lumturis, më përkund me lundrën të i brigjeve, më merë në krah strofa ime e kryqëzuar, më puth në sy, gushën më levaton, e unë dhehem në duar tua të buta. Nuk të mbaj më ri, kur më qërton, unë i athal kuajt e pa frej në livadhin e pa fund, një grind spluhuri i atregoj në tavolin, pastaj shkretrirën e pa antë për gjakur, duke nëzitur, hun portretin tënd, zë e shtjerët mëngjesi. Ju falenderit. Tani në rovë, ftojmë poezin me titullin Arje Ojqërish. Përshëndetje motra vlezër të Dardanis dhe të Vitis. Pena ardë bashkon kombin. Të mlidhemi gjithë këtu në lavdi, familjes dhe herojve. Unë vi nga Dibra, që e Miranda Trosi, poezia ime është Arje Ujqërish, që përkthehet në fjallën tradicionale kënga e politikajve. Arje Ujqërish, rind lëpirësish, ku koha të mund, ëndër pa ëndër në umëtirën pa fund, pangopje ajre ujqish një shkëndojnë valjes së zhytur aty kokë e këmë. E zopët klasik të dramave të artuar, pjetës se florin të lëpin ferrin, që kur se përqafojnë dorë në akull, ujqër të gjallë ngrën ashtën të mjerin. Dëpsësve miran, që vet ju trashëm atë lëkur. Një dit me erdhe qeshur, por sytë si hodhe kur, mrekullisht Arje Ujqërish, këndoni ku shkoni, horron të kuqe, mjerisht aktroni. Monstruoz, dite ligë, që fluturoni revet e erta, klokoz kërkosur udhën tuaj të humbur, i zbrazni turpret brenda kadilakëve të zeza, aerjeve funebre, përfundisht në ferrin e humbur. Ju uroj sukseset të gjithëve. Faleminderit. Ftojmë poezin me titullin S'dua të shkruaj më për dashuri. Ftojmë poezin me titullin Nuk nënshtrohem. Përshëndetje për të gjithë, unë jam Safet Syla, vim nga fshati Reçak, komuna Shtimës. Poezia ime titullohet Nuk nënshtrohem, dedikuar bashkëluftëtarit tim, Hoxh Jonus Zejnullah. Instikamet nuk i lëshoj, në rësirë dritën e kërkoj, jeta jem s'është për shitje, shpirt i lirë zban burgim pritje. Lazni, dëgjoni kur klith zemra se kjo jetë paliria është veç shemra, ma mirë në varë më nderë të shkoj, se me gjunë të ullën me jetu s'mendoj. Flak në shpirt e gjakën kallëzue, jo s'do unë me unë nështrue, ma mirë plumë se pranë nga ndorë, ma mirë vdekje se me tort jetoj. Hoxh Jonus i vendosur në luft ka shku, për atë dhej me luftu. Amanet e kem nga të paret, gjaku derdhet, por nuk falet. Faleminderit. Ftojmë poezin me titullin Fati. Përshëndetje për të gjithë. Jam antari kryesisë së ABC Poetike nga Shkupi, në emër të kryetarit dhe
kryesisë së ABC-s poetike, ju uroj këtë manifestim që e organizoni. Faleminderit. Fati. Në duar mbaj lulën e fatit, me hapat e lodhëra dhe diellit, me një dashuri të thyrë dhe lutje për një jetë të lumtur. Në shuplakën e dorës mbaj ndjenjen e vashave me sy të ylberit, me lotët e ftofta të rriturve në qetësinë e fllatit të shpresave. Shoh yje, zhytëra në ujin e kaltërt, në detin me valë të trazuara, lule mbaj për buzëqeshjen e fëmijës, si engjëll kur qeshet para agimit. Në barin e njom të lodhur, buzëllumit me brigje gjelbruar, ku shoh mallkimin e nënave, tokën që kanë lënë pa punuar. Faleminderit shumë. Ftojmë poezin me titullin Jam i lasht e i stërlasht. Përshëndetje vëllezër dhe motra. Quhem Leme Gjeta Amedi. Jam e lindur nga Kuksi i Shqipërisë, jetoj në Gostivar, i përkas 2 qyteteve, Kuksit edhe Gostivarit. Dhe në emër të 2 qyteteve ju përshëndes. Jam i lasht e i stërlasht. Jam i lasht e i stërlasht, sa kjo botë nuk më mban mend. Kjo botë shpesh më harron, me të tjerët më ngatron. S'jam këtu, as sot, as dje, këtu jam den, baba den. S'jam e ardhur si minoritet, këtu jam me mira vjet. Sa kjo tokë, sa këto male, sa këto dete, oqeane, sa ky qiell, ky univers, jam këtu nga brezi në brez. Jam këtu edhe kur më vran, kur më shkelën e më përbuzën, kur më vran e masakrun. Këtu kam qenë e këtu do t'jem. Më vran nënën dhe baban, më vran motër e vëlla, më vran burrin para syve, shpirt zinjët e katilat. Edhe kur trojet mi pushtuan, edhe kur zemrën ma bën copë, edhe kur diellin ma fikën para syve, edhe kur ditën ma bën natë. Edhe kur më armë më kanë qëllu, gjaku tokën e kam mbulu, është mbush vendi me kufoma, në vare masive i kanë gropos, krime shnjerëzore që nuk harrohen. Akoma plagët më kollojnë gjak, akoma lotët nuk janë tharë, akoma dhimbja është e freskët. Krimet e Serbisë janë dëshmi të një lufte të tmerrshme, mallkuar qoftë ajo dorë e zezë, pa mshirë, vrau, fëmijë, gra e pleq. Trinj e treja u flijuan, e falën gjakun për atë, e falën jetën në lule të rinis, bashk më ëndrat që i kishin. Gëdhendur kam historinë time të heronjeve legjendar, të Skënderbeut, Adem Jasharit, trimave më të mëdhenj në botë. Gëdhendur kam shkronjat e arta, shqipes time të stërlasht, gjuhës time më të bukur, gjuhës më të vjetër në Evropë. Faleminderit. Ftojmë poezin me titullin Jam gjindosur nga një malë.
Si tudi, jam gjendosur nga një mall. Në vatër nga zdrurin, zjarin ty mos nxjerr, ty ma bëri trurin, ajo stroket në derë. Teksa trazoj shpuzët, zjari hy në gjak, ma përflaken buzët për një buzë largë. Më meri shkreti mall të këndoj për ty o yll, që ti buzë ballë dhe dy syte zes të tutë. Kur kam syte tu të zes, buzën si me si zëbes, pia i me shia jote, unë për ty do të vdes. Natën vjen e bëhet dritë, bën e dritë e bën e tyll, mbi që palla më troket, s'më lë syrin që ta mbyll. E kjo dhime që më ra e që më vrau, ira gurit dhe e qau, ira drurit dhe e thau. Me një mbase, me një mund, varu shpresa varfanjake, plaço mall që s'pas ke fund, plaço zëmër që su plake. Pulstjen tënde cepi buzës, ma si një gurin gji, daj në gjuhë një bie muzës, muzë dhe shpuzë më jeti. Do të thinjem, do të plakem, do të bëhem ty me hi, po nga varri do të ngrihem kur një fjalë të thuash ti. E kemi edhe një poezi jashtë konkurencës nga Avde Lutfiu. Përshëndetje për gjithë të përrejshmit. Poezia ime mban titullin Pushtetari mediokër. O njeri pa vlerë i veshur me kustom pushteti, i dehur në lavdi të rreshme, djallë i maskuar me fytyrë njeriu që me gojen plot respekt buzqesh me gjemba djeli. Mendja jote e vobekët gënjen si kur bota sillet rrëtheje, e djeli ndriqon veç për ty. Pushtetit tën hierënd kurrës do t'i vije fundi, e s'do të ketë gjykim për ty. Ora e mallkimit mbi ty herët apo vonë do të bie si rufej do të bie, e pushteti nuk do të krye më punë, as shtrati i but prej puplash qërqafi prej mendafshi nuk do të falin më do gjumë. Do të ndjesh si kur trupi yt këtë rënë në tokën e thatë mbi dhej e koka mbi gur, me dhëmbje të mëdha nysh e gjymtyr të bira në palës nga kur. Dhoma e madhe me bukurinë e saj shumë gjyshe stolisur prejari, nuk do të falin ngrotësin e një dhome të thjesht, veç se ftoftësin prej vari. Netët e ertë do të duken 1000 vjetë të gjata, e s'do të mbarojnë kur. Pa fuqia jote dhe shpresa për të kthyer në dritën e vërtet, do të ngelen si peshku në rër pa ujë. Fytyrat e zbeta e zemrat të lënduar nga punet e tuat pista, do të ndjekin si hije. Shpirti yt i zi i lodhur me katar prej kufome e i haruar, nuk do të gjoj qetësi. Do të ulesh në gjunjë me duar drejt qiellit, me sy të përlotur për falje mëshirë, por gjithçka do të jetë e kotë e vonuar, se Zoti ynë i madh nga arshi i vet ka fshirë. Faleminderit. Kemi edhe një poezi të fundit, jashtë konkurencës nga Ibadete Livoreka. Përshëndetje për të gjithë. Poezia ime titullohet Të njo. Rrjedhin nga frymëzimi i poezive të lexuara, që ishin plot vlerë artistike, letrare, gjosore. Kështu që edhe unë ndjenën e fjetur, që shpesh herë gufon nga një ngacmim prej poezive të lexuara ose të një vlere shumë të madhe. Të njo. Si aromën e luleve të pranverës, e mbir mbi gur. Do ta përcasësh shkëmbin me frymën tënde. Për atë dheun ishe dashuri e pashuar. Në sy brezash do të shkëlqesh. Flutur mbi dall gëdeti do të endesh. Me erën e ajrit do të ngopësh. I gjallë për gjithmonë do të mbetesh. Të njo si për mallimin
e tokës së tharë për shiun, si drurin e shkundur nga pluhuri i kohës, sigurin e gjveshur të një plagët. Udhës së liris ishe i pahumbur. Drita do t'i laj trishtimet e shtresuara. Gjuni do t'i shuaj dhimbjet. Toka do t'a ruaj aromën e gjakut. U ktheve në shkëlqim në jetë pa ikje, i paharuar. Pa nevoj për shtektim, si një foshnje e qeltërt në trupin e nënës plot dhimbje, zën lutjeve të jetës për shpëtim. Tani pushoj qetë, si luftëtarje që ndal hapin për ta dëgjuar të thërimën. Nesër, me reze djeli në tuf, me fytyrën e bardhë që nuk tretet kujtimeve, përpara do të shpihesh betimin e shpirtit, pa kaluar asnjëherë në përshtegun e harrimit. Ju falenderoj. Ju përshëndes mas parë gjithëve. Nuk jam këngëtar, jam profesor edukatës fizike, po mës me qenë edhe pak vallëzues, edhe pak këndues nuk jetë tutto kompleto. O që ashtu ajo. Ka kohosmi, o prish në kokë, Zotin qilë, Zotun jam toke, I gatit tongsat me ushtri, shkojnë të bojmë Kosovën hije. Ullë kom kryqën e balë të gjakut, ta hirmi hajtlet plakut. Qka po tuti mare blak, po na vjen shka unë konake. Po na vjen mare hiq pëthir, lumin balo prite mire. Hajta hirë se ushtoj fusha, ju s'ka vdeksha bën pollusha. O ta hirë be ushtoj mali, ju s'ka vdeka demja shari. Zdesin trima to s'ke vdekti. O s'ju Haje, nëna shqipota, lia Tani pas leximit të poezive garuese dhe pikës muzikore që na relaksoi, juris do t'i duhet pak kohë për të përgjithur vendet për shpërblimet që do t'ju dhurohen. E ne me këtë rast ju ftojmë për një koktejl rasti nga DRKS-ja. Tani me radhë filloj me ndarjen e shpërblimeve. Të nderuar pjesëmarrës, poetë dhe poet. Juria në përbërje nga Safet Krivoqa, kryetar, Ibadete Livoreka, antore dhe Servie Kadriu, antore, vlerësuan poezit më të mira që u lexuan në këtë orë letrore dhe vendosën çmimi special ke Ras e Zogut I takon poetit dhe dëmnohet Urnani. Gjem Kati Kasoti. E ftoj bashkëluftorin, komandantën e brigadës, zotëri Safet Sylen nga Shtimja të ndoj këtë minjoje. Vazhdojmë vendi parë I takon poezisë në gji të Adheut, Ismail Aliu. E do me njën drejtori për kulturë Balmir Saidi.
Vendi i dytë i takon poezisë Guri i ndarjes u shqelmua. Kush është autori? Refke Reshidaj. Apo, kësë s'ka bëj? Dhe vendi i tretë i takon poezisë E dia se më doje. Autore Pranvera Qërimi. Pranvera Qërimi. Në njën e ndonë në kryetore e në verë Halili. Thashon e në rast se dikush për juve e ka ndi vetën keq për arsye se nuk është përzgjedh. Nuk do mu arsye të mirë, po dëshira jam i kishtë qenë gjithë me kënd partë ose dytë ose tretë, po mundësia është tjetër. Unë jam e privilegjume që kam marrë pjesë në këtë takim të bashkëluftëtarit të vllaznive të mi në Koshare, se dhe të kanë qenë njëjtë luftarë të Kosharës. Mirë, po poezitë e juve në përgjithësi kanë qenë të mira, e tash pak me ibadetën edhe me safetin thash inshallah nuk na shajnë. Mirë, po na kem përzgjedh me shifra. Edhe tash e patëm një pyetje për Izimerit, poezia e cilit është kjo. Thash mu veç me shifra, mund është me më forë se me emra nuk i di, i kem përzgjedh para se me ndëgju këtu edhe me ditë cilët janë personat. Kaq. Do me thonë, poezit janë përzgjedh me shifra, jo me emra. Ju falendoj shumë edhe njerë që keni marrë pjesë në qytetin tonë, në orën letrore, pranvera poetike në viti, Hoxha i Bunkerëve. Shpresoj të keni kaluar mirë e mirë pofshëm në vitin e ardhshëm.